Problemet janë qëndrojnë në faktin që Federata e Basketbollit të Kosovës ka fliu vetën për ta ngritë komunitetin. Okay? Do me thotë jemi vetëm federat në rajon sigurt në shtatë në Evropë që ja mundson klubeve të veta garimin pas një shpenzim. Kjo është njëra ndër arsyet. Natyrisht. Nëse ne i paguajmë në baza vjetore gjysmën e buxhetit tonë, më shumë se gjysmën e buxhetit tonë i paguajmë për persona zyrtar të cilët merren me organizim të garave edhe për shërbime të cilat na ofrojmë klubeve dhe për këto gara, ç'ka është problemi? A kemi bërë këto me vetdije deri diku po. Okay? Sepse kemi ditë që ne duhet me u fliu pak, me u përballë me probleme për ta ngritë basketbollin. Niveli i basketbollit në Kosovë është përtej secilit sport tjetër në Kosovë. Tash, çka kemi bërë si vjet, është që kemi taku klubet dhe kemi thonë, e dini çka? Kemi vjel të gjithë prej këtij suksesi që kemi arrit. Po tash duhet me ja nis me pagu të gjithë, sepse federata nuk mundet me e përballu këtë kosto. Ne kemi si federat, jemi e dyta për sa i përket nivelit sponsorizimit. Jemi hiç futbollin, jemi larg numër 1. Do me tonë sa i përket hyrave që i marrim edhe prej faktor, edhe për organizimit ton, edhe prej organizatave ndërkombëtare. Kështu që ajo çka neve na ka dëmtu të këto vjet, është fakti që ne kemi dhënë shumë më shumë se sa që kemi mri me marr. Që është normale, kjo është si arrihet deficiti do të ekonomik në fund. Po tash ka ardhur koha për me ndal pak këtë punë edhe për me nis me i vjel disa mrapa. Nuk mundet ne kemi të thotë 3 klubet që i marrin mini milion euro në vet. E kanë buxhetin mini milion euro në vet. 1.2 milion euro për sponsorizime. Lej anash edhe tyrat e vetanakit që i kanë. Nëse jemi të fol për një klub i përmasave të tilla, atëherë nuk i kushton kur gjë me i dhon për fillim 20, 30, 40 apo 50.000 euro për